Pas lirimit nga paraburgimi, këngëtari Besart Kelmendi, i njohur ndryshe si Gjesti, ka reaguar për herë të parë me anë të një Insta story. Gjesti është shprehur se kjo periudhë nuk ka qenë as pak e lehtë për të, teksa shtoi se e ndjente të nevojshme të sqaronte të gjithë situatën. Këngëtari ka pranuar se veprimet për të cilat ai është akuzuar kanë qenë të gabuara dhe se është penduar për to. Gjesti është shprehur se edhe në momente të vështira ai do të vazhdoj karrierën e tij muzikore, duke premtuar se do t'i postoj këngët në rrjetet e tij sociale. Periudha e fundit nuk ka qenë më e lehta për mua, edhe po e ndjej të nevojshme me adresur çka ka ndodhur. Fillimisht po du me pranu që kom bo gabime dhe kërkoj falje për shqetësimin që e kom shkaktuar te stafi. Më vjen shumë keq edhe jam shumë pishmon. Unë nuk jam njeri i tillë edhe veç një torturë e madhe që nuk u nal kur. Ka mujt me mpruna të gjendje. Faleminderit prej zemrës, prej krejtëve mesazheve dhe mbështetjeve. Më keni jep forcë në momentet vështira. Një falënderim i veçantë shkon për avokatët e mi, Burim Azemin dhe Artan Serkinin, për profesionalizmin dhe për krajën e vazhdueshme. Në bashkëpunim me Labele, menaxhmentin edhe avokatët tonë në Britani, kemi nisë procedura ndaj kompanisë Onima për krejt keq trajtimet ndër vite, borxhet tu përfshi edhe borxhin aktual, mundësitë e humbuna dhe dëmet e shkaktume. Ka shumë sene që hala nuk i dini, po që keni me i kuptuar shumë shpejt. Muzikën s'mundet me manal kërkush, sidomos jo njerëzit edhe kompanitë që e kanë për qëllim me i shkatru artistat edhe me njollos industrinë e muzikës. Gjatë kësaj kohe që jemi në gjyq, nëse koft nevoja, edhe veç në TikTok e Instagram, kom me i postu këngët e mia, e pa muzikë s'julo, ju du shumë, drejtësia ka me fitu si gjithmonë, ka shkruar Gjesti në reagimin e tij në Instagram. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.